Gjuetia e palishme po shtohet çdo ditë më shumë duke kthyer lagunën e Nartës në një zonë me rrezik serioz për biodiversitetin, edhe pse kjo lagunë është pjesë e zonave të mbrojtura në terren, ajo rezulton të jetë ndër më të pambrojturat. Sipas ambientalistit Niko Dumani, gjuetia e palishme është një nga problemet kryesore mjedisore dhe lidhet drejt për drejt me dëmtimin e biodiversitetit. Ai thekson se në këtë zonë përplasen dy grupe interesi, gjuetarët dhe organizatat mjedisore, ndërsa statistikat tregojnë se fauna po paksohet gradualisht nga viti në vit. Është një nga problemet e tjera të mjedisit, çështja e gjuetisë që është e lidhur me biodiversitetin e faunës, të faunës kryesisht, por që duhet kuptuar se në këtë problematik ndeshen dy grupe interesi. Një palë janë gjaktarët, që janë të prirur për të zhvilluar gjuetin, dhe pala tjetër janë organizatat mjedisore, të cilat kanë punuar dhe kanë mundur të realizojnë disa vendime qeverie nëpërmjet proceseve gjyqësore për të mbrojtur faunu, sepse ka të dhëna statistika shumë të plota të sakta që fauna jonë po vjen duke u zvogëluar gradualisht. Si shembull, unë po them që brenda një periudhe relativisht të gjatë, 4 lloje gjitarësh që kanë ekzistuar tek ne nuk ekzistojnë më. Rreth 17 lloje shpendësh, që Vlora është dhe zona Vjosnart është pikërisht një nga zonat më të frekuentuara nga shpendet, 17 lloje shpendësh në vendin tonë nuk folezojnë më. Ndërkohë, në kompleksin e gallesave të biodiversitetit të faunës, janë 120 lloje, të cilat madhësia e popullatave të tyre ka ardhur duke u rruar, duke u zvogëluar deri në 50%. Ndërkohë, kemi edhe një fakt tjetër që kemi brenda 20 vjetë ose 25 vjetëve më saktë, kemi një humbje të konsiderueshme për 32.000 territore pyjesh, të cilat janë baza e mbijetesës dhe zhvillimit të popullatave të faunës. Atëherë, këto statistika të prezantuara dhe nga organizatat mjedisore realizuan dy ligje. Ligji i parë është bërë në 2014 për ndalimin e gjuetisë, për 2 vjet, pastaj në 2016 është ligji i dytë me afat 5 vjeçar dhe në 2021 ligji nga pikpamja kohore kam përfunduar prej 5 vjetësh në 2021. Jemi në vitin 2025. Këtu fillojnë disa konflikte, sepse lindin të drejtat e gjuetarëve për të shfrytëzuar. Ndërkohë, moratoriumi i vitit 2016 për ndalimin e gjuetisë nuk po respektohet. Në terren veprojnë shpesh gjuetar pa licencë, të paorganizuar dhe jashtë çdo strukture zyrtare, të cilët sipas ekspertëve kanë mungesë kulture mjedisore dhe nuk njohin ciklet biologjike të faunës, duke gjuajtur në çdo periudhë të vitit. Duhet ditur, gjithë fauna është pasuri kombëtare. Nuk është pasuri vetëm e shoqatave, organizatave, po as edhe gjuetarëve. Tani, organizatat janë më të prirura për t'i mbrojtur. Vetë gjuetarët në 2017, pasi doli moratoriumi në 2017, pasi doli moratoriumi i 2016, kanë hapur proces gjyqësor për të lejuar gjuetia. E humbën gjuetarët këtë. Dhe nga 2016 dhe deri më sot, ligji ka përfunduar 5 vjeçarin, por problemi është që për gjuetarët ka një pengesë ligjore, sepse moratoriumi i fundit i 2016 nuk është rrëzuar. Problemi është tani edhe për zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura janë atraktive për turizmin. Biles kemi zonat qendrore në të cilat do të hyjnë me leje. Por, fatkeqësisht, qytetarët me një mungesë kulture, sidomos ta gjaktarët, sepse nuk kemi gjaktar të organizuar në formën organizatore. Janë gjaktar, kushdo bëhet gjaktar, në çdo moment mund të bësh gjaktar. Dhe pikërisht këta që nuk e njohin gjuetin, nuk dinë rregullat, nuk dinë të dhënat për ciklet biologjike të biodiversitetit të faunës, këta vinë gjuajnë me kohë ose pa kohë. Sot ne kemi hyrë në sezonin e gjuetisë. Është i lejueshëm, është hapur sezoni, por është i pakontrolluar. Shumica e gjuetarëve janë pa licencë, janë të pa përfshirë në organizatat të tyre përkatëse. Dhe pikërisht kjo është detyrë që e gjithë opinionit të organizatave dhe çdo opinioni qytetar të mbrojmë zonën e mbrojtur Vjosnart për shpendët, sepse
është një nga llojet, shpendët janë fauna më e rëndësishme, e cila tërheq dhe turistët për vëzhgime. Për të zhvilluar turizmin në formën e vëzhgimit dhe për të hyrë dhe për të njohur me faunë, sidomos me shpendët, ku ne kemi dy lloje shpendësh të rëndësishme, siç është pelikani dhe flamingot, që janë nga shpendët më interesant, por në zonën e mbrojtjes së Vjorosnavës ka një muri shpendësh të gjitha me rëndësi. Ambientalistët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, rritje të kontrolleve dhe ndëshkime konkrete për të ndalur shkatërimin e një prej pasurive më të rëndësishme natyrore të jugut të vendit.